Austriakët duket se kanë zbuluar Shqipërinë dhe Durrësin veçanërisht gjatë këtij viti. Grupet turistësh nga Austria kanë nisur të mbërrijnë në hotelet e Bregdetit Durrësak, duke konfirmuar kështu se vendi ynë po kthehet në një destinacion të preferuar nga qytetarët evropian. Përgjatë një qëndrimi 7 ditor, ata vizitojnë Durrësin, Tiranën dhe jugun e Shqipërisë dhe përshtypjet e deritanishme janë shumë të mira. Na ka bërë shumë përshtypje Shqipëria si një destinacion i ri turistik. Nuk ka qenë e zakonshme për austriakët të vizitojnë vendin tuaj, por mund të them se tashmë përshtypjet janë shumë të mira. Turistët kanë mbetur shumë të kënaqur nga zhvillimi i sektorit të turizmit këtu tek ju. Ata janë të interesuar të njohin kulturën, traditat, trashëgiminë kulturore, natyrën, ushqimin dhe mund të them që u kanë pëlqyer shumë. Kemë filluar që në fillim të prillit, të cilët janë grupet austriake, të cilët kanë preferuar ta kalojnë pranverën në Durrës. Pra, nga prilli deri në maj kemi grupet austriake, të cilët kanë rezervuar disa hotele të Durrësit. Pastaj fillojnë me klientët, po themi historik që vinë në Durrës, polakët, çekët, klientët nga Kosova, që vazhdojnë për gjithë sezonin, dhe kemi edhe në muajin tetor, pastaj edhe klientët nordik, të cilët preferojnë pjesën e vjeshtës për të ardhur në Shqipëri. Kohëzgjatja e sezonit turistik në Durrës nënkupton shumë më tepër punë për strukturat hoteliere dhe njëkohësisht përmirësim të ndjeshëm të shërbimeve që ofrohen për të marrë përshtypje pozitive nga klientët dhe pse jo, për t'i rikthyer sërish në po të njëjtin vend vitin e ardhshëm. Shërbimi është një pjesë shumë e rëndësishme. Pavarësisht se ti mund të kesh një hotel shumë bukur, mund të kesh një natyrë shumë bukur, por nuk ke shërbimin, krijon turist pa kënaqur. Dhe shërbimi në qytetin e Durrësit ka ardhur duke përmirësuar nga viti në vit. Dhe review-t e klientëve janë përmirësuar edhe në krahasim me vitet e kaluara. Atyre u pëlqen shumë shërbimi, sidomos këtu në hotel. Sigurisht jo çdo hotel ofron të njëjtin shërbim, por një gjë tjetër që u pëlqen turistëve është se shqiptarët janë shumë miqësor, ndihmojnë shumë. Stafi është i gatshëm të ndihmojë kudoherë. Fluksi turistëve aktualisht është i konsiderueshëm në hotelet e Durrësit, ndërkohë që në sezonin e lartë pritet që strukturat akomoduese të ezaurojnë të gjithë kapacitetin e tyre. Çdo hotel në Durrës është i padiskutueshëm që është i mbushur, paktën nga mesi qershorit deri në fund gushtit. Por ajo që pritshmëria jonë është që të rritet sezoni duke u zgjatur në net qëndrimin në ditë më shumë. Pra deri tash kemi arritur deri në 150 ditë, pra që fillojmë prill dhe mbarojmë në fund tetorit. Një vit më parë, sipas të dhënave zyrtare, Durrësin e vizituan 1.5 milion turistë.